çështjet. Unë mendoj që është taktik politike e dirigjuar nga kryeministri Kurti. Ai e shikon që opozita është e përqarë dhe e ka të pamundur të dalë me një emër të përbashkët, çka do ta vendosë atë në pozitë vështirë, do ta vendosë vendosjen në një situatë ku do të dilte keq në opinionin publik, për shkak se në një farë mënyrë nëse nuk do ta pranonte propozimin e përbashkët të opozitës, do të çonte vendin në zgjedhje të reja, të jashtëzakonshme, për herë të tretë, për një periudhë shumë të shkurtër kohore dhe sigurisht do të krijonte kosto politike për atë. Por duke e ditur që opozita është e përqarë dhe nuk është bashkuar rreth një emri të caktuar, unë mendoj që kryeministri Kurti po luan politikisht, duke rritur presionin ndaj opozitës në mënyrë që ajo të pranojë në një moment të fundit një emër të mazhorancës, të vetëvendosjes. Mendoj që këtu jemi në kuadrin e lojës së pulës, pra se kush do të shmanget në momentin e fundit, dhe unë mendoj që kryeministri Kurti në një farë mënyrë po e shantazhon politikisht opozitën, që ajo të vi në kohën dhe momentin e fundit, kur do duket që mund shkohet në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme dhe të dakordsohet në një emër i cili është preferencial, i pëlqyer nga vetëvendosja, sepse qartësisht Albin Kurti nuk ndihet rahat me një mandat të dytë të Vjosa Osmanit, për shkak se ajo ka profil politik të lartë, veçanërisht në marrëdhëniet ndërkombëtare ka arritur disa suksese të prekshme gjatë vitit fundit, duke siguruar njohje, kontakte personale deri në nivelin e shtëpisë së bardhë me presidentin Trump, dhe në një mandat të dy presidencial, ajo në një farë mënyrë do ta vendoste në hije kryeministri Kurti, do ta kompleksonte pozitën e tij. Prandaj duket sikur ai po luan çdo gur për të pamundsuar një mandat të dytë për Vjosa Osmanin. A mund tjetë kë një kalkulim, apo llogari e bërë keq për shkak se mund realisht përfundojmë në zgjedhje dhe çfarë rezultati do sillte jo vetëm për vetëvendosjen, por fillimisht për vetë vendin, i cili për një kohë të gjatë lëngonte nga mos konstituimi i institucioneve, fillimisht kuvendit e pastaj edhe qeverisë. Nuk e di, të jemi sinqert, do të shikojmë në 48 orët e ardhshme nëse strategjia politike e kryeministrit Kurti do të rezultojë suksesshme apo do të jetë një llogari e bërë pa hangjiun, pra. Pa marrë në konsiderat faktorët e tjerë politik apo aktorë të cilët mund të ndryshojnë lojën në moment të fundit edhe të mbështesin një kandidaturë të caktuar e cila mandej nuk do të pranohej nga vetëvendosja, do ta çonte Kosovës në zgjedhjet të reja të jashtëzakonshme. Megjithatë, mendoj që loja është jashtëzakonisht e rrezikshme për stabilitetin politik në Kosovë, sepse edhe në rastin eventual ku Vjosa Osmani nuk do rizgjidhej për një mandat të dytë në presidencë, rikthimi i saj në skenën politike, unë gjykoj që do ta dëmtonte vetëvendosjen, sepse ajo është një figurë e cila ka popularitet, do të arrinte të mobilizonte një pjesë të qytetarëve kundër vetëvendosjes, do të forconte në një farë mënyrë pozitat e një pjesë të opozitës dhe do ta dëmtonte. Ku e shihni pozicionin e saj? Prandaj gjykoj që e gjitha kjo çka po ndodh është jashtëzakonisht e rrezikshme mbi gjitha, unë mendoj, për Kosovën, sepse e shikojmë se si situata gjeopolitike nuk është as pak e favorshme për shtetet vogla me probleme, me vende të fqinje siç ka Kosova, dhe pa konsoliduar si në anën ndërkombëtare ashtu dhe në sferën e brendshme, ku ka problema akoma me legitimitetin e një pjesë territorit dhe me një pjesë të popullsisë, pra me serbët e Kosovës, dhe të mendosh të bësh lojra politike me një kosto ndoshta shumë të madhe në këtë moment, mendoj që është çmenduri. Mirë, po zoti Kurti po thotë që zonja Osmani duhet t'i sigurojë 30 numra, pastaj do e kishte përkrahjen e vetëvendosjes. A është edhe kjo pjesë e lojës politike apo është çështje edhe numra, sepse thënë vërtetën në mënyrë kështu teknike nëse shohim, nuk i arrin dot ta bësh presidente me votat atë vetëvendosjes, pra i vetëm.
Apo ju po e shihni si formë që po e përdor për ta eliminuar figurën e Osmanit, për ta marrë një mandat tjetër? Unë mendoj që është krejt e qartë që kryesi Kurti nuk ka interes që zonja Osmani të marrë një mandat të dytë në presidencë. Sepse është e vërtetë që numrat e vendosjes nuk janë të mjaftueshëm, por janë jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe të konsiderueshëm për ta iniciuar një proces i cili mund të ishte përbashkues rreth Vjosa Osmanit, për shkak se edhe një pjesë e opozitës mund vendosë një presion më të madh rreth një propozimi vetëvendosjes për zonjën Osmani. Fakti që kryesi Kurti ose vetëvendosja është munduar simbolikisht të luajë me një emër të familjes Jashari si një lloj alibie për të gjetur një president konsensual, tregon që në fakt ai është më shumti në terrenin e kalkulimeve politike, sepse nëse do të ishte i hapur ndaj një procesi i cili do të prodhonte një emër konsensual, do duhet fillimisht të ezauronte diskutimet me partitë politike dhe përbashkoheshin, unë besoj, rreth një emri dhe një figure e cila ka eksperiencë politike, sepse Kosovës i duhet një president me eksperiencë politike. Por, zoti Kurti me sa duket nuk ka interes që në zyrën e presidentit të Republikës Kosovës të ketë një figurë të fortë me eksperiencë politike e cila mund ta kompleksojë. Mirë, zoti Gjeta, a besoni që ka dhe figura tjera me eksperiencë në Kosovë, me përvojë politike, qoftë pak, le të themi, më pak të kyçur në partitë politike, për shkak se gjithmonë, pra diskutime gjatë gjithë këtyre javëve, muajve, mbas edhe prej se kemi kushtetutën e re, është që figura presidentit duhet jetë unifikuese, në anën tjetër janë partitë politike ato që propozojnë dhe votojnë, miratojnë pra dikë që t'jetë president a presidente e Kosovës, dhe rrjedhimisht është një vendim thellësisht politik, e nuk mund të kesh aty person jo politik. Por çështja është, a ka shumë figura, ju nga jashtë, si e shihni pra, a ka figura tjera që do të mund ta përfaqësonin Kosovën denjësisht, si në planin e jashtëm, por edhe në atë të brendshëm, që do të përfaqësonte më shumë unitet. Për shkak se sonte e pashëm kryetari i PDK-s Bedri Hamza, veç se i tha edhe një herë e rikonfirmoi një jo për Vjosa Osmanin si presidente, për shkak të zhvillimeve më shumë të brendshme dhe mandatit saj të parë. Mendoj që ka figura politike të cilat janë në staturën e detyrës që kërkon presidenti i Republikës Kosovës në arenën politike të Kosovës. Megjithatë duhet vullnet politik që gjitha palët parafrohen tek një ose dy emra të paktën në raundet e para procesit. Problemi është që unë personalisht nuk shikoj një vullnet politik nga vetëvendosje për të arritur një zgjidhje konsensuale pavarësisht retorikës publike, sepse shikoni, zoti Kurti është mandatuar dhe ka marrë detyrën si kryeministër pothuajse një muaj më përpara dhe ka qenë krejt i ngadalt, shpeshherë injorues rreth procesit të zgjedhjes së presidentit të ri. Çka tregon se ai në fakt ka menduar politikisht, taktikisht, siç duket për ta futur procesin një lloj qorsokaku dhe për të ushtruar trysni ndaj opozitës në mënyrë që të mbështetet një emër i dal nga vetëvendosja. Sigurisht jo një emër brenda vetëvendosjes, por një emër i propozuar nga vetëvendosja, një emër i cili me sa duket në perspektivën e zotit Kurti nuk duhet të ketë eksperiencë politike, duhet të vijë jashtë skenës politike, sepse për ndryshe me sa duket ai e shikon si një rrezik të mundshëm, politik për qeverisjen e tij, për partinë e tij, një presidente si zonja Osmani, e cila ka eksperiencë politike, ka profil të lartë ndërkombëtar dhe po bën të pamundurën që të shmang emrin e zonjës Osmani. Unë mendoj që gjithë lufta politike e zotit Kurti është për të shmangur rimandatimin e zonjës Osmani si presidentit të Republikës. Çdo emër tjetër do t'i bënte leverdi vetëvendosjes. Mbi gjitha, mendoj që ata janë të interesuar, me sa duket,
që të kenë një emër jashtë politikës, pra që nuk ka eksperiencë politike. Jo, tash zoti Nuk ka Gjeta profil ka politik. ndryshuar loja